Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme do të flasim mbi disa zhvillime që kanë ndodhur së fundmi në veriun e Kosovës, duke se ku janë rikthyer sërish edhe plagat e luftës atje, pasi në disa varre masive që janë gjetur në veri, dyshohet se janë edhe eshtra mortore. Është bërë mundur që të merren këto eshtra dhe të vijohet më pas me hetime të mëtejshme për nëse mund zbulohet edhe identiteti i personave që mund të ndodheshin në ato varre. Për të folur për këto ngjarje, por edhe për krimet e luftës në Kosovë nga Serbia, kemi të ftuar avokatin e mirënjohur zotin Alban Duraj. Zotë Duraj, shumë faleminderit që jeni me ne. Faleminderit të shkënaqësi. Krime monstruoze, me atë se çfarë mund të shohim, të paktën në këto ditë dhe faktet që po dalin gjithnjë më tepër, varre masive pafund në veriun e Kosovës, por të ngjashme besoj kanë në gjithë territorin. Ngjarjet që kanë ndodhur në Kosovë janë ngjarje të rënda, për më tepër që kemi shqiptare të cilët janë masakruar në mënyrë të vazhdueshme nga serbët, nga qeveria serbe, por natyrisht edhe nga qytetarët të cilët janë munduar që të konfliktojnë me shqiptarët e Kosovës. Kjo ka ndodhur në mënyrë të vazhdueshme, pra duke filluar nga dyndjet barbare, nga dyndjet serbe, të cilat kanë ardhur nga Uralet, pra ato zbarkuan në Evropën qendrore dhe më pas në Ballkan dhe ushtrinë edhe më poshtë, por që gjetën mbështetje tek shumë aty në territorin ku tashmë ndodhet Serbia e sotshme, pra ku janë stabilizuar serbët e sotshëm, dhe ne dim të gjithë mirë se çfarë makinerie e vazhdueshme është bërë, pra manipulimi qoftë i historisë, por edhe metodat të cilat kanë ndjekur shteti, Republika e ish Jugosllavisë në atë periudhë, pavarësisht se në atë kohë ka qenë disi liberal edhe qeverisja atëre Josip Broz Titos, i cili ka qenë presidenti i ish Jugosllavisë të asaj kohe, dhe mënyra se si është trajtuar popullsia shqiptare. Pra ne duke u trajtuar aty jo si një popullsi e cila kishte apo themelonte Republikën e vet, pra nuk u lejua një gjë e tillë, pra kemi pasur deformime dhe këto natyrisht janë bërë në favor të popullsisë serbe, në favor të Serbisë, duke i trajtuar shqiptarët aty në mënyrë inferiore, duke thjesht vetëm ata bënin punë të rëndomta dhe natyrisht edhe studimet të cilat të drejta për të studiuar ishin të pakta, edhe pse aty u themelua Universiteti i Kosovës në vitin 1963, pra ka hedhur, është universiteti i parë në këtë vend, pra në Kosovë, por të drejtat që kishin shqiptarët nuk kishin të drejtat barabarta me ato të qytetarëve të tjerë të cilët ishin pjesë e Republikës Jugoslave. Pra ne gjithmonë aty jemi trajtuar si qytetar dorës dytë, duke filluar edhe me dhunën që ushtronte policia serbe, pra e Jugosllavisë, po edhe pse u munduaj që të përdorte disa metoda, siç ishte ajo e nxitjes së emigracionit, në mënyrë që shqiptarët e Kosovës të largoheshin në vendet e tjera të botës dhe Kosova të boshatise, dhe aty janë vendosur në mënyrë vazhdueshme kolon serb. Pra, duke filluar nga Prizreni, kemi shumë qytete, veriu i Kosovës, po ashtu edhe qytete kryesore si Peja, Podujeva, Prishtina, po ashtu kolon, të cilët me qëllim asimilimin e popullsisë autoktone apo e popullsisë vendase. Dhe kjo ka qenë e mirëmenduar, pra kanë qenë një plan shtetëror i mirëmenduar në mënyrë që të arrinte, pra duke kulmuar me
dhunën që është ushtruar në Kosovë, pra në vitin 89 me demonstratën që u zhvillua dhe demonstrata studentore për të kërkuar që Kosova të shpallej republikë dhe të njihej si e tillë, gjë që edhe pse ata pra shqiptarët u munduan pra të shpallnin, ta veshpallnin republikë, kjo nuk u njoh, pra një republikë e cila nuk ishte e njohur qoftë ndërkombëtarisht, por aq më tepër që edhe statusin që kishte brenda Jugosllavisë nuk njihej si një republikë ashtu siç ishin republikat e tjera. Po të shkojmë edhe më pas, pra më afër apo më vonë, kemi genocidin e madh që është zhvilluar, pra sidomos në vitin 1998, ku kemi një genocid të publik, pra tamam një luftë shfarose ku popullsia shqiptare u dëbua, pra u boshatis Kosova në atë periudhë. Kemi vitin 97, 98, vrasjen e shumë qytetarëve të pafajshëm, pra qytetarë, gra, fëmijë, burra dhe njerëz të cilët ishin të pafajshëm, dhe kjo makineri e cila nuk ishte mëshirë edhe ndaj foshnjeve, pra ne kemi parë në atë periudhë edhe vrasje të cilat janë bërë nënave me foshnje, pra duke i ngulur thikën, pra gra shtazarne të cilat kishin fëmijën e tyre në bark, dhe ushtarës serb të cilët i kanë ngulur bajonetën ose thikën të cilën kanë pasur në duar. Pra të gjithë shqiptarët e kanë përjetuar atë moment, sepse shumë prej shqiptarëve të Kosovës në atë periudhë erdhën në Republikën e Shqipërisë, pra tek gjysma tjetër e tyre, që do të thotë ndonë se ne jemi me kufi territorial, jemi një vend ndryshe, por një vend tjetër, pra në atë periudhë, prapë ata erdhën tek vendi am në Shqipëri, u mirëpritën, pra duke dhënë një rol, një kontribut shumë të rëndësishëm në atë periudhë, sidomos zonat kufitare, dhe ne përmendëm dhe erën e fundit lidhur me rolin që kanë luajtur, sidomos pjesa e krajinës së Dukagjinit, Marsisë të Gjakovës, Marsia e Gjakovës, Tropoja, Kuksi, pra këto vende kanë mbajtur peshën më të madhe të shqiptarëve të cilët vinin nga Kosova, kanë qenë të traumatizuar, fëmijë të cilët qanin, gra po ashtu, burra të trembur, të friksuar, njerëz të cilët nuk kishin, pra me vete vetëm rrobat e trupit morën dhe ka qenë e dhimbshme momenti kur kanë kaluar nga kufiri jon. Megjithatë ne kemi pasur edhe shumë shqiptarë të cilët kaluan në pjesën maqedonase, pra në ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë të asaj kohe, të cilët për fat të keq ata u sollën shumë keq, duke qenë se në atë periudhë ka pas një bashkëpunim shumë të ngushtë mes Serbisë, por edhe ish kësaj Republike të Jugosllavisë, dhe natyrisht pjesa më e madhe që qeverisin në atë periudhë ata kanë qenë serb, pra ne dim që ka një pjesë të konsiderueshme të serbëve të cilët kanë pasur dhe kanë influencë në këtë republikë, dhe ata nuk u fi i lanë shqiptarët të cilët kërkonin që të futeshin tek pjesa e Maqedonisë.